me 3 deputet, kjo është racionale, jo ama mu që ta se ta kom gjithë ditën. Kështu po përshkruan që keni foljur dhe që keni diskutuar ju me Zotin Kurti. Nëse jam lenë, unë besoj që Zotin Kurti kësha thonë që kena pas komunikime korekte, kur të futëm me komentu, duhet me qenë korekt. Dhe këtë që ka prej Svitina me qenë korekt në komentimin asaj që ka është. A ishte korekt në këtë rast, Zoti Kurti? Po në thashë, ja kom ofru në ditën e parë merri votat e s'kam nevoj për asgjë dhe vita e votet që vinë e përkërshme. Qërë zihet dita qështu? Kur ju shkoni në të zyre dhe i thoni, nëse një të interesuar vetëm për votat, nese në parlament ka me të votu, t'i s'ki obligim bash asgjë për ne. Edhe kjo nuk është duke racionale. O, racionalja se pas ka qenë me 4 pozita për 3 deputet. Po kupton, nëse kjo thuhet me azot ditën, kur ju shkoni në pa të kërku heq, dhe i thu, zotëri, jam t'ja dha 400.000 votuesve të, jo juve, edhe këta kom thë që harrova. Nuk jam këta dhe në ty votë. Jam këta 400.000 shqiptarëve, aso 380.000 sot kanë votuar, që dua që të vëndet i tyre të hecë. Dhe ne, unë kam e dalë nesë në Parlament Kosovës, votuesve të me arsyetu, me dha arsyen, pse kemi vendosur, me dha 3 vota pa u futur, as në koalicion, pa u futur as një marrëveshje. Dhe jem kaj pregaditur, Adriatik, me fjallim në Parlament, me dha këtë arsyetim, pse mëse ishtë qeverin e Pakisës. Po thoni që nuk e keni pas as blaf, as taktizim? Unë përsëri, ja kom thonë 2 njerës, a i ka mujtë me thonë falenderit shumë, edhe thash për mbyllëm kafen. A ju ofroj këto 4 pozita? Jo, asë njerës që kom lanë me më fut në qeverisë. As nuk e keni foljur, pra, që të thotë 9 kryetar, 1 ministri dhe 2 zëvendës ministra. Unë nuk me ndalu ty me foljë. Kretë që ka më ti foljë, po s'ki përgjigje nga unë, sepse unë kam qëndërimit nga një. Unë nuk e di këta që... Fare s'keni foljur cilat ministri ose si... Unë e spikur, të këta që shpo bëhet politika. Kur e jap një fjalë dhe japëm një qëndërim, a i më ndërtohet nga dalë. Qëndërimi politik, duhet me koni para pregaditur. I pjekur, kur e nëzirë fjallën nga goja, duhet me qëndru fjallës tënde, ama jo me shku, es me thanë, hajde tash bëjmë pazar. Vetë fakti, që një më qurë nga zyra ime, e si që thatë jo, me 100 anetemime, e kryzime, të pa drejta, një opinion o qupesh, kondër, aj që ka qenë kondër kësaj, dhe më shkuar, me pagu qatë kosto politike. Duke mos kërkuar asgjë, po duke i thanë, votat e mija, tonat, të 3 deputetve, kanë me të votu nesë në parlament dhe s'ki asë një obligim dhe neve, nëse jetu më po për votë. Se të kujtojmë, këto ishin biseda para seancës së parë të kuvendit. Shtunde ka qenë, dhe më thonë hanja parlamenti. Nëse më ke thirë për këto vota, mos unë një siklet, 3 votat e mija, i ki në dispozicion. Nëse kënë diçka tjetër shë për te i kësaj në partneritet, urnë po të ndëgjaj. Jo, unë e dua partneritet. Te partneriteti, në qeverisjen nuk marë pjesë. Sepse i kam arsyet e mija. Këtë që ka muna me bo partneritet është në kuvend. Dhe ju keni thënë se ka pranuar. Ju keni thënë se ka pranuar. Si thash, kanë qenë bisete korekte dhe mirë, kërkoj që t'jemi korekt i tim, se kështu ka qenë korreksia. Dhe jo me shku në lodhë ndërë me thonë, zonë e ditën, që ke ka qenë e vërteta. është dëshmitar. Besoj, që ka minimum në këti koreksia e meritoj. Për qëndërimin tonë e meritoj me thonë këto. Aja që po flasin pasaj në ditën e dytë, dhe kur e kam gjërë partnerin, kërën edhe për besa që kam mendu për këto, kam mendu për qeverisje. Jo, si jam interesu, në është të kuptushme, s'ke mendu, se u befasuan. Kur ne nuk kërkuam asgjë për qeveri, u befasuan të dytë. E posa që është... Besnik Bislimi. Po. Zështë normali. Po aroni jamrin diska Besnik. Po, Bislimi. dhe normali. Besnik Bislimi, po jo pa gabojmë, se shpesë në thamë Bislimi, po gabojnë në... Të të ne, edhe atëherë, këmë thonë, po është propozim interesant, duhet me bisedu me po është, që kom pritë, po flasën. Ju keni pasur një takim të nesëm? Po të nesëm, kemi pasë ata që të më thotë dekordimin gojor. Edhe po shkojmë. Ju ka bërë për hajë? Edhe po shkojmë. E kemi cakru që është këmë thonë, përse